Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Një ndjenjë urgjense të shtyn të veprosh pa shumë pritje. Sot është e rëndësishme të kanalizosh energjinë në gjëra konkrete, jo në debate të kota. Në dashuri spontaniteti funksionon më mirë se kokëforcia. Demi. Ritmi i ditës të kërkon durim dhe qëndrueshmëri. Vendimet e marra me qetësi do të rezultojnë më të sigurta. Në marrëdhënie një gest i vogël vlen më shumë se fjalët e mëdha. Binjakët. Dita hap dyer për lëvizje, takime dhe ide që vijnë papritur. Mendja jote është aktive dhe e gatshme për ndryshim. Në dashuri, lojrat e lehta dhe bisedat spontane sjellin gjallëri. Gaforia. Ndjeshmëria është udhërrëfyesi yt sot. Mund të ndihesh më i lidhur me njerëzit e afërt dhe kujtimet. Në dashuri kërkon siguri emocionale dhe sinqeritet. Luani. Vetbesimi yt reflektohet në çdo veprim. Është një ditë e mirë për të treguar aftësi dhe për të marrë vëmendje pozitive. Në jetën sentimentale, pasioni ndizet lehtë. Virgjëresha. Prakticiteti yt të ndihmon të vesh rregullat ty ku ka pasur kaos. Sot fiton duke qenë i organizuar. Në dashuri thjeshtësia dhe kujdesi i sinqert forcojnë lidhjet. Peshorja. Dëshira për harmoni të shtyn të kërkosh paqe dhe baraspesh. Dita favorizon bashkëpunimet dhe marrëveshjet. Në dashuri një bisedë e qetë sjell afrim. Akrepi. Intensiteti yt është i fortë, por i kontrolluar. Sot kupton më qartë motivet e tua dhe të tjerëve. Në dashuri, emocionet janë të thella dhe kërkojnë besim. Shigjetari. Optimizmi të ndihmon të shohësh përtej kufive të zakonshëm. Një ide ose plan i ri të motivon. Në dashuri ke nevojë për hapësirë, por edhe për sinqeritet. Britsjapi. Përkushtimi yt nuk kalon pa u vënë re. Dita është e favorshme për punë dhe vendime serioze. Në marrëdhënie, stabiliteti dhe respekti janë prioritet. Ujori. Mendimi yt origjinal sjell zgjidhje të pazakonta. Sot ndihesh më i lirë për të qenë vetvetja. Në dashuri kërkon lidhje mendore dhe mirëkuptim. Peshqit. Imagjinata dhe ndjeshmëria të udhëheqin gjatë ditës. Është momenti i mirë për reflektim dhe krijimtari. Në dashuri, romanticiteti dhe empatia krijojnë afërsi. Horoskopi në Top Albania Radio.